U lindën dhe u rritën jashtë Kosovës. Por pavarësisht kësaj, gjuhën shqipe nuk e harruan. E në gjuhën e të parve, tani kanë mundësi të studiojnë edhe shqiptarët e Turqisë, arbreshët e Italisë, e të Zares, si dhe pjesëtarët e diasporës me priardhje nga Kosova. Krejt kjo me që kërkesa e këtyre të fundit u mor parasysh nga Universiteti i Prishtinës. Ka ardhur si kërkes fillimisht nga arbreshët e Italisë, që t'u jepet mundësia shqiptarëve nga atje, arbreshëve që të vinë dhe të studiojnë në gjuhën shqipe në Universitetin e Prishtinës. Ka qenë kënaqësia jona mandej me reflektu që mund të hapemi edhe më shumë duke i ftuar edhe arbreshët e Zarës, kemi pasur disa vizita. Prorektorja për zhvillim institucional, cilësi dhe çështje studentore në UP, Majlinda Xhelaj, për TV1, tha se këta student përveç gjuhës shqipe mund të studiojnë edhe programe në gjuhë të tjera. Është një laramani e madhe, një ofertë jashtëzakonshme e programeve. Ne ofrojmë 146 programe në 14 njësi akademike. Kemi edhe programe të cilat janë në gjuhën angleze, në gjuhën gjermane, në gjuhën turke. Në thonë ka programe të cilat mund të gjejnë veten. Që ky vendim i Senatit është i qelluar, e thot edhe njohësi çështjeve të arsimit Argjend Osmani, por ky i fundit është skeptik sa i përket numrit të studentëve të interesuar. Nuk mendoj se do të ketë një interesim shumë të madh, duke pasur gjithmonë në mendje që Kosova nuk shquhet për ndonjë nivel të lartë të cilësisë së arsimit. Mirëpo, aspekti i gjuhës, i kulturës, mendoj se një numër të saktuar të tyre mund të i tërheq që të studiojnë. Kjo natyrisht do të ketë efekt pozitiv. Përveç studimeve në Universitetin e Prishtinës, këta studentë do të mund të qëndrojnë edhe në konviktet e qendrës së studentëve.